Artan Mërgjyshi merr ekipin e Apollonisë Fierit që ishte në Superliga sa kohë. Dhe në moment që Artan Mërgjyshi shkon atje, troket e dera e Berat dhe thot, aja është akoma i djali që lozëm në ndeshje miqësore para 4 muajsh? Po, unë isha atje në... Të më thënë, unë mbaj mend të ekip Beratit, më thoshin që mos vrapo sepse është i zënë informacioni, kupton? Sepse kisha lojtarë që ishin edhe më të mirë se mua, kupton? Unë beja, është ai Ryli që shtyhet për të hapur tapetin. Unë shtyja Rylin për forcë, kupton? Për të përgatitur fizikisht. Edhe lojtarët bënin shaka me mua nga më të zhveshjes, nga drejtari më shqipt që unë mbaroj stërvitin, vrapoja vetë akoma, bëj stërvitje vetë, ata më thoshin mua, tallesh me mua. O zun, hajde se është i zë informacioni, mos u mundo kot, kupton? Edhe vjen ekipi i Fierit, derë të ekipi Beratit, 1.500 euro për të blerë kartonin tim aty. Atëherë kjo ka qenë çmimi 1.500 euro, edhe unë shkoj tek ekipi i Fierit. Aty jeta ime ndryshoi. Më jap një pagë prej 400.000 lekësh, ma që ishte 5 vate 400, por në qoftë se unë kisha bonuse, në qoftë se unë luaj 4 ndeshje në muaj, që nga 4 ndeshje, si për 60 minuta, unë paguesha 90.000 lekë për ndeshje. Po të luaja si për 60 minuta. Unë dhe të luaj gjitha ndeshje të vite roga, diku të 750.000 lekë në muaj, kupton? Okej, po nuk ishte kjo arsyeja ishte që Fieri ishte në trampolin, ishte sepse atje kishte kushtet, kishte ngrojen, ishte, do të thënë, kompleksi i Fierit me stërvitin, jam po atje të gjithë. Ti jam mëngjesin aty, po shteja është fusha, kupton? Okej. Edhe unë ushqesha mirë, se ishte kuzhinë atje, kupton? Po. Edhe mëngjesi, dreka, darka, aja dhe vezën aty dhe qumshin, kupton? Edhe bëj stërvitje vetë sa kisha mundësi, i kisha gjitha kushtet për të bërë futbollist. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.